Tani më kur jemi në stinën e dimrit dhe kushtet klimatike mund edhe të befasojnë, drejtori i shërbimeve publike Islam Mukimeri pohon se komuna e Prizrenit është e përgatitur për të gjitha situatat klimatike që mund të pritën në stinën e dimrit. Ai tregon se me kohë është bërë furnizimi me kripën industriale duke lidhur kontraktimin me kompaninë publike Ekoregioni, që ajo të ketë përkujdesje për mbarvajtje dhe mirëmbajtjen e të gjitha rrugëve, trotuareve dhe të tjerat kushte gjatë stinës së dimrit. Ai duke folur për televizionin Besa këtë temë tregon se sot edhe pse në mëngjes ka pasur reshje të lehta bore, megjithatë të gjitha rrugët e komunës së Prizrenit janë në gjendje të mirë të kalueshme dhe pa asnjë problem. Po, drejtoria e shërbimeve publike është e përgatitur për stinën e dimrit, është e përgatitur edhe me kryp industrial, është e përgatitur edhe me makineri, edhe me operatorin që kemi të kontraktuar, në këtë rast Ekoregioni, dhe jemi të përgatitur për çdo rreshje të borës që të pastrojmë si në qytet, po ashtu edhe në fshatra. Se që Ekoregioni është i pajisur me makineri dhe nuk ka nevojë për momentin, po në raste të veçanta, raste emergjente, kemi edhe përgatitur edhe për rastet emergjente që nëse ka nevojë që të kontraktojmë edhe operator tjerë, apo të na ndihmojnë për raste emergjente. Për momentin jo, gjendja është stabile, rrugët janë të lira, mund të automjetit janë duke lëvizur lirë. Edhe në rrugën Prizren-Preval pohon se nuk ka asnjë problem as nga ky aks rrugor. Ai tregon se drejtoria e shërbimeve publike është e përgatitur për çfarëdo situate klimatike që të jetë në shërbim të qytetarëve. Sipas informacioneve që kam, nuk ka ne pengesë, gjitha rrugët e qytetit dhe fshatrat të komunës Prizren nuk ka ne pengesë që duhet të intervenohet me ndonjë urgjencë të veçantë.